Zotin Kurti për lojën e tij perfekte, jo vetëm me qytetarin e Kosovës, po edhe me partitë politike, me LDK-n dhe PDK-n, për shkak se gjatë gjithë kohës Zoti Kurti që 2 vite politikan po i tërheq për hunde. Po i bie deri me një pikë caktuar edhe pastaj po i lëshon pa ndonjë rezultat. Do thotë ata Kurti e ka kuptuar fare mirë që partitë opozitare në këtë rast edhe PDK-ja dhe LDK-ja të dyja friksohen me shku në zgjedhje. Po e shoh e pam për shembull edhe deklaratën e zotit Mustafa që kur fliste për nevojë, që nuk ka nevojë të mos shkohet në zgjedhje, vrehej një farë frike që të shkohej prapë në zgjedhje. Dhe kjo të shtyen të mendosh që këta e kanë frikën dertin e vet, jo të vendit. Me ditë këta që fitojnë prapë, pa investimet mëdha, këta nesër shkojnë në zgjedhje. Po e kanë frikën që qytetari është i lodhur. Në anën tjetër, çka kam vrejt të liderët e këtyre partive, këta e kanë sikletin apo e bojnë në i vend për veti. Pedri Hamza, Lumir Abdigjiku, e kam përshtypjen që të dytë e kanë pas të programuar vetën, ndoshta mos po na bën neve presidenta.